Të gjithë të pandehurit dhe palët tjera kishin ardhur me kohë të hënë në sallën e improvizuar të gjykimeve në kineman ABCN në Prishtinë. Nuhi Uka, Gazmend Gashi, Ekrem Agushi, Ferit Bislimi, Sanie Muqolli, Shemsie Sheholli, Rahman Redkoceri, Timohir Mikaric, Olga Janicevic dhe Hasnie Balidemaj akuzohen se kanë keqpërdorur pronat e kombinatit bujqësor KBI Kosova Eksport për përfitime të paligjshme materiale. Seanca filloi me marrjen në pyetje të dëshmitares Makifete Saliuka, gjykatëse në gjykatën e apelit, dikur ushtruese detyrës së kryetares në gjykatën komunale në Prishtinë dhe gjykatëse në Poat gjykat. Saliuka, pasi që dha betimin e dëshmitarit, u përgjigj në të gjitha pyetjet e prokurorit dhe mbrojtjes në lidhje me çështjet civile që kishin të bënin me ish AKM-n dhe me procedurat që duheshin të ndiqeshin në ato raste. Dëshmitarja pranoi se gjatë periudhës nga viti 2002 deri në 2010 kishte pasur 29 raste me ndërmarrjen KBI Kosova Eksport, nga të cilat kishin qenë 14 paditës serb dhe 16 shqiptar. Në të gjitha lëndët jam shpall inkompetente, tha dëshmitarja Saliuka, e cila i tregoi gjykatëses se në arsyetim i kishte udhëzuar paditësit që të paraqesin padi në dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme. Tutje dëshmitarja tha se nuk i kishte interesuar se si kishin vepruar kolegët e saj të tjerë me të njëjtat lëndë. Ajo në përgjigje të mbrojtjes tregoi për mënyrën se si lëndët e vjetra janë caktuar dhe u janë ndarë gjykatësve të rinj që ishin emëruar në fund të 12-ës. Gjatë seancës, dëshmitarja po ashtu u pyet nëse në kohën kur kishte qenë kryetare e gjykatës, kishte lëshuar vendime që kishin korrigjuar vendimet e kolegëve të tyre. Sipas dëshmitarës, ajo këtë i kishte bërë vetëm për gjykatësit që nuk ishin arritur të emëroheshin. Gabimet të cilat Saliuka i kishte korrigjuar tha se kishin qenë të natyrës teknike. Prokurori e pyeti nëse do ta nënshkruante një vendim në të cilën figuronte emri i saj, e dëshmitarja tha se nuk do ta bënte një gjë të tillë. Manushe Karaçi ishte dëshmitarja e radhës në këtë çështje. Dëshmitarja tani punon si gjykatëse në gjykatën themelore në Prishtinë. Edhe Karaçi tregoi për procedurat që kishte ndërmarrë në lidhje me paditë që kishin bërë kundër ndërmarrjeve shoqërore dhe AKM-s. Dëshmitarës nuk i kujtohej shumë mirë se çfarë kishte deklaruar në polici, por e konfirmonte atë sa herë që i lexohej. Në përgjigjet e saj, dëshmitarja Karaçi tregoi se edhe në kolegjiumet që kishin mbajtur gjatë gjithë kohës, kishin marrë dokumente që kishin të bënin me procedimet e lëndëve që kanë të bëjnë me pronat shoqërore. Seanca e radhës në këtë çështje pritet të mbahet të martën. Të gjithë ish-gjykatësit, përveç Nuhi Ukës, po akuzohen për nxjerrjen e kundërligjshme të vendimeve gjyqësore. Vet Uka ngarkohet për shtytje në nxjerrjen e këtyre vendimeve, ndërsa Hasnie Balidema dhe Gazmend Gashi për ndihmë gjatë këtij procesi.